Në oborin e një të varfëri, mund të gjesh rrallë herëve të mbuk, kryp, por gjithmonë një mikpritje aq të ëmbël, me plot zemër. Esa Tukiqi, së bashku me familjen e tij, jeton në këtë shtëpi që ju po e shihni dhe sigurisht po e pyesni veten, sa të vështirë ka. Ai jeton mbi 10 vite në këtë shtëpi, së bashku me mykun dhe qarjet që ka shtëpia. Po mund të kështu të shku, jam në metën tonë, po punu, një penzion e marrë 120 euro për të varë, që nuk shkëra kom dokumentatorën e vendimit, dhe i socialë. Kush po mund të më një mu po. Që sa ku po jetën qëtu? Në. Që sa ku po jetën qëtu? Po të qëllë 11 vjetë. 11 vjetë? E të gjithë po që të 11 vjetë, më konë në Sarajeve, më konë në jetu. Jam në kësip të të ashtë. Shpina ka marru komuna, kura matat e vizërejve qështë. Të qysh ka në mujtë, mes më ka unë materialin, të master qështë, kus ka mujtë, ka pak më ka një musa mi qështë, pesheve. Unë kush diso arba dhe asë. Allah shumë keq po të nga qëtë vlage i mina. One djoj ma vogel, ka dekën babo, ta djoj vogel, nuna ka martu, one ka djoj të arrit e shvogel. Smo prehitu sa, one ka la i feminira, një gruje, një qyre shkave pre Bajram, veç që shubo sobe, one qish me jetu në zdi është zote di nakt, shubo tu të me blage me mina. Unë e rritëm një thmi qikës, sa e qika, unë të buri ka det, unë martu s'mine këna në një krek qyrë kjo mua. Pra qika jote u konë martume? Burri ka vdek, i ka lënë 2 fëmijë. Një qikë që gjallë që e ka rrë. Pasu a zoti problem. Tretime lartë. Kysh pa mund të më baravat njëri. Që me vëmë dhe ashtë që patë. Kysh pa mund, ka pak fëmija privat, ka pak në projekte që po mojë se në ditë. Nuk shumë, një qatë penzion e marë 125 euro që i vërve. Një më të antarë. Ajo shka ne e përshohim këtu janë kushtet shumë të ronda. Në këtë familje po rritet edhe një fëmi jetim, është nipi i esetit, djali vajzës. Voglushit baba i ka vdek, nona është martu, tani po rritet të gjyshe dhe gjyshe. Kërë në pëkqyrë që tine që jetë këndë tine për më socialit. Po bëhesh me shtëpi të re, asa familje të varfër ndërojnë të dëgjojnë këtë fjalë. Dhe kjo familje mori këtë lajmë. E kjo falë shoqatës Jetimat e Ballkanit dhe bamirësve. E sa të sot është e premte edhe na kënarë më tani shpinë e re. Po bëhesh me shtëpi të re? Në shala veç marrë diçka, veç për t'jo, po tut nga mina vlak. Aj që ne uce që shumë për apsor. Po bëhi me shtëpi të re? Isha familje që zote ka ruja amin, isha veç ku qepë t'jo, që shumë se ku vlaka këtë mina, që në të fletën mina. Unaj mi shlo këtë vlaki. E inshallah s'ka me fjetë me mje me sene, po bëhi me shtëpi të re. Familje e shumë zote ka ruja amin, inshallah. Nero. Veç që sheflejnë vlaka, usë veç qëre që sheflejnë, këtë vlaka. Oni ku qepë t'jo. Janë momentet kohës e gjumos, edhe na ja u dham lajmin se po bohem me shtëpi, Berati po ma bën me shenj Berat. Berati po thot, nga që numri i antarëve të familjes është i madh, shtëpia do të bëhet jashtë normave që na e bojmë zakonisht. Shtëpiat e tona janë 85 metër katror. Juve do t'ju bohen 3 dhoma gjumi, sallon, kuzhinë edhe banjo. Një dhomë gjumi shumë ekstra për djalin e vogël. Nëse dëshironi të bëni një jetë të lumtur, mos harroni të bëni mirë, sepse vetëm atëherë do të keni lumturi shpirtërore. Na po ndihem shumë mirë, shumë faleminderit, inshallah Allah i ndihmon. Ai që ka kontribu, ai që ka... Inshallah vesh me gjenet zotja pagu. Vam dhe shumë më gëzu, mam djoj vogë shtë gdek më babo, po gëzu pre djoj, pre veti. Vam dhe shumë shtë me jetë në ampare pre të shpija.
Po, shumë, faleminderit shumë mirë. Me tonat mirat, Zoti ju ftoftë e rujt. Ai që ka kontribu, ju vetëm për shpitën, por për të tona shtëpiat. Shumë atlet, shumë mirë, ma i qetësu, shumë mirë, ma i disciplinu, ma të tonat. Ku pas një gale smive që qa mi bë me rrogat e vogla, shme që ata shku ma rrit, ma këti plotësu dëshiren, Zoti Arabil Alamin a fagut të tonëve. Problemi ma i madhe më ka jekë, vetë që kom bërë smi me shpit. Problemi ma të madhe kom po që atë shumë i falenderojt të gjithë ata që ka kontribu me Lele, me kompani tina me kretë. Zoti Arabil Alamin a fagut. Me famë dhe shumë për gëzu për djallë edhe për vjetë. Allah në klasruja amin inshallah krejt vas. Shumë më gëzu për djallë. Allah në klasruja krejt vas. Kosh me jepja për e një më Allah në karuj krejt. Edhe halile e krejt. Shumë për gëzu për djallë. Shumë për djallë vogël. Allah Arabil Alamin a fagut me gjenet e me tonat mirat e Zoti, me familja, me kompani, me kretë. Zoti ku kofë ngushtë më ngushtë e shliruat, se na ka shliru. Shoqatën shumë falenderim për shoqatën e Alet Kashtatë të pëjemet e jetimet. Allah Arabil Alamin i faguft e shliroft. Shumë pa koment falenderim.